Vazhdon të godas operacioni Tempulli 2. Specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Fier, në vijim të veprimeve hetimore dhe procedurale të kryera në kuadër të operacionit të koduar Tempulli 2, arrestuan në flagrancë shtetasin AB 35 vjeç, banues në Fier, pasi gjatë kontrollit në automjetin që ai drejtonte, shërbimet e policisë gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike Cannabis sativa, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Po këta specialist në bashkëpunim me specialistët e sektorit të policisë rrugore të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për MH 31 vjeç, banues në Mallakastër, pasi u konstatua duke drejtuar pa leje drejtimi një motomjet pa targa, si dhe për shtetasin EY 30 vjeç, banues në Ballç, pasagjer në motomjet, pasi u gjet dhe sekuestrua një sasi lënde e dyshuar narkotike Cannabis sativa. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.